Në bazë të nenit 9 paragrafit të 4 të rregullorës së kuvendit ja paraqet këtë raport i cili u shqyrtua në këtë komision dhe me shumicë votash kaloi, por vlen të theksohet ashtu siç u pajtuam në komision që për këtë raport kundër ishin Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Avëmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, ne vazhdojmë për me paraqit kuvendit ashtu siç e përcakton edhe rregullorja e punës së kuvendit. Në mbështetje të nenit 9.5 të rregullorës së punës së kuvendit, Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kurumeve dhe të mandateve në mbledhjen e mbajtur me 15 prill të vitit 2025 e shqyrtoi dokumentacionin përkatës zgjedhor si vjen. Në vendimin e Komisionit Zgjedhor të Zgjedhjeve, numër 09-794/2025, datë 27/03/2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve të certifikuar. Komisioni, në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të lartcekur, konstaton: në legjislaturën e 9 të kuvendit të Republikës së Kosovës janë certifikuar 120 deputet nga partitë politike, koalicionet dhe iniciativa qytetare që kanë marrë pjesë në zgjedhjet për kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025 si vjen. Lëvizja dhe vendosje 48 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 24 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës 20 deputet. Srpska Lista 9 deputet. Aleanca për Avëmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët, Intelektualet 8 deputet. Kosova Demokratik Turk Partisi 2 deputet. Iniciativa e re Demokratike e Kosovës 1 deputet. Nova Demokratska Stranka 1 deputet. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak 1 deputet. Koalicija Vakat 1 deputet. Partia Liberale Egjiptiane 1 deputet. Partia Ashkalive për Integrim 1 deputet. Jedinstvena Goranska Partija 1 deputet. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 1 deputet. Komisioni kanë konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 0794/2025, datë 27/03/2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve. Në instancë konstituive janë të pranishëm 119 deputet, mungon vetëm 1 deputet. Andaj, Komisioni, mbështetur në dokumentacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt të vitit 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstituive që të vazhdoj punimet sipas agjendës së parapar me rregullorën e punës së Kuvendit. Ju faleminderit. Ju faleminderit kryesuesi i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kurumit dhe të mandateve. Shërbimi i deputetëve vërteton se në sallë janë 113 deputet. Nga kjo mund të konsiderojmë se kemi kurum dhe vazhdojmë me mbledhjen. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për raportin e Komisionit të përkohshëm. Kush është për? Kush është kundër?
Kush abstenon? Të nderuara deputete e deputet, shërbimi i deputetëve vërteton se 52 deputet kanë dhënë votën për, 46 kundër dhe 11 kanë abstenuar. Në bazë të kësaj, konstatojmë se raporti i Komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit të mandateve të deputetëve të legjislaturës 9 nuk ka lënë. I ftojmë përfaqësuesit e subjekteve për një konsultim dhe pas një pauze të shkurtër përsëri votojmë përsëritjet votimit.